Ambasadori Amerikan në Tiranë, Donald Lu, ka zhvilluar një takim me studentë gazetarisë nga universitete publike dhe private. Gjatë takimit, ambasadori ka folur për reformën në drejtësi, për situatën për drogën, por edhe për zgjedhjet në Dibër. Duke u ndalur tek çështja e vettingut, ambasadori amerikan u shpreh se është e drejta kushtetuese e opozitës të dërgojë në gjykatë kushtetuese ligjin dhe të bojkotojë komisionin e reformës. Ne kemi thënë lidershipit të Partisë Demokratike që rrezikoni të ktheheni në një parti për të cilën shqiptarët besojnë se nuk e doni reformën në drejtësi. Mëtej, ambasadori amerikan i ka bërë thirrje politikës në Shqipëri të implementojë reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi është e pakthyeshme. Do t'ju çojë në rrugën e integrimit në BE. Është një kohë e mirë të jetosh në Shqipëri. Duhet të jemi krenar me atë që vendi juaj ka bërë muajt e fundit. Në lidhje me situatën e drogës, ambasadori amerikan ka deklaruar se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vlerëson punën e bërë nga Guardia di Finanza italiane për të eliminuar kultivimin e kanabisit. Sipas ambasadorit, qeveria e mëparshme dhe kjo e sotme kanë të dyja probleme me trafikun e drogës dhe ka politikanë që kanë përfituar nga lidhjet e tyre me trafikantët e drogës. SBA e di që ka politikanë, kryetar bashkie dhe kandidatë që janë dënuar për trafik droge në vendet e BE-s. Theksoi mëtej diplomati amerikan. Ndërsa për zgjedhjet në Dibër, Lu ka deklaruar se ambasada amerikane dërgoi 4 përfaqësues të saj për të vëzhguar zgjedhjet. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dërguan 9 vëzhgues, ndërsa vëzhgues janë dërguar edhe nga OSBE. Diplomati amerikan tha se Shqipëria po shndërrohet në një demokraci të zhvilluar për sa i përket zgjedhjeve.